Në fakt ta po numërojnë ato që kishin bet këta këtu në fotografi. Nuk po numërojnë ato që ishin të vjedhurat. Se ato që kishin bet, tani çka kishte ndodhur, ç'a ndodhi dhe si ndodhi kjo se Berisha tha e vodhi Ilir Meta tha. Jo. Tani ka gisht Ilir Meta ta sqarojmë këtë si jeni njeriu më kompetent. Absolutisht. S'ka gisht. Jo. Absolutisht. Se një nga akuzat më të rënda që ishte bërë Ilir Meta është që ai vodhi thesarin e krapës. Akuza ju bë, po ju e pat që Ilir Meta nga kjo akuzë nga kryeministri u bë president. Pra nuk u vërtetua asgjë. Edhe e vërteta është që Ilir Meta nuk ka pas fare gisht. Nuk ka pas gisht. Absolutisht. Okej, e thot një njeri kompetent si ju. Tani, çka kishte ndodhur? Si ishte ngjarja? Shiko, se nisëm me këtë punën e thesarit. Kjo ka qenë një përmendimin tim, ka qenë një episod që mu personalisht nuk më kushtoi në vëmendje të madhe. Në kuptimin, thesari si që erdhi nga Çorovoda, po, është vendosur në kohën në krap. Pse u vendos atje dhe si u vendos atje, askush nuk e di, është çështje tjetër. Në tunel. Në tunel, përndaj. Në kohën që unë kam qenë ministër dhe para me, policia kishte vetëm një detyrë. Po? Të ruante perimetrin. Nga jashtë. Nga jashtë. Po brenda. Nuk mund të hynte policia. Po inventarin kush e kishte? Policia pra kishte e kishte marrë në ruajtje siç merrte në ruajtje për shembull ambasadën X. Jo se çfarë bësh ambasadë. S'kishte drejt të futeshe. Sa flori kishte atje? Nuk e di. Edhe sot nuk e di? Jo. Po mirë, atje ishin vetëm monedha apo kështu lingota ari? Jo, s'kishte lingota. Vetëm monedha. Çfarë monedha ishin ato? Në kohën që unë kemi hyrë aty monedha, bashkë me grupin, atje ishin në atë dhomën ku ishin këto, në dy dhoma, po në dhomën ku ishin këto, ishin disa arka të shpartalluara, të hedhura kështu, edhe monedha të derdhura në tokë. Në tokë, Po. Po mirë, kur pikas aty? Kur morë veshin që është vjedhur thesari? Shiko, juve mediat, edhe kush i tha medias, e morët vesh të parat në momentin që unë jam njoftuar nga shefi, nga drejtori policisë, po ai nga shefi i ruajtjes objektit, që një nga dyert e jashtme fare, po, prej metali, betoni, për shkak të ujit që kishte rrjedhur vazhdimisht atje, ishte kputur njëra nga menteshat, nga 4 menteshat, apo 6 menteshat që kishin dy dyert, 3 njëra tjetër. Dhe njëra ishte kputur nga ndryshku, dhe kishte lëviz dera pak. Me qenë se këto dyrë kishin mbrapa një minë. Ishin minosur, ha? Ishin minosur dyrët. Do të thënë që po të hapje derën? Po të shtyje derën, shpërthente mina, dhe ai që hapte derën ishte i pari që fluturonte. Po si hape dera pa shpërthyer mina? Ishte me një kod. Kodi tash ishte... Kush e kishte kodin? Kodi ishte në një kasafort tjetër, po? Edhe gjysma kodit merreshe nga policia dhe gjysma kodit merreshe nga guvernatori i bankës. A, kishte guvernatori i bankës? Po kjo ishte... Po mira, ai qesi që mori ti, ç'a hapte ai? Ai hapte një kasafort lart në katin e tretë. Ç'a kishte brenda kasafort? Brenda kasafort kishte një zarf tjetër ku ishte shënuar kodi i... Aty ishte kodi? Po, gjysma e kodit. Gjysma e kodit. Gjysmën e kishte ai guvernatori? Po. Kur bëshin bashkë dy koda, hape dera? Polici që ishte atje nuk mund të hynte brenda pa pasur kodin. Edhe s'kishte detyrë të hynte, e kishte të ndaluar. Patjetër, si u vë, zotë ministër? Tani, kur ndodhi kjo, po, pikërisht sa morëm njoftimin, unë largova njerëz që shkojnë me ident që shkojnë cili është dëmi i asaj dhe shkojnë ta ngaren avash atë. Në të njëjtën kohë, lajmërova edhe guvernatorin e bankës për t'i thënë që kështu ka ndodhur. Ka ndodhur kështu, por megjithatë nëse do duhet për ta riparuar këtë, duhet hapur dera, do të shkoni me kode atje dhe ndodhi. Këtë i mësova ato ditë që ndodhi kjo, se unë nuk i di. Unë di atë çesat që i lej aty dhe unë aty ku më tha Petro i lash. Po dhe ç'a ndodhi? Edhe më duk pak e çuditshëm kur Petro thesari. Dhe çdo këtu je për të qeshur fare. Po dhe ç'a ndodhi pastaj? Po menjëherë media është vjedh thesari. Politika u ngrit, në parlament u ngrit thesari. Para këta Berisha është vjedh thesari. Po, këta e dinin që thesari që ka vjedh pa hap derën, pa hyrën, pa inventar. Kush këta e dinin? Po pra media dhe Berisha. Jo, media tani ti në media tani Berisha e dinte që ishte vjedh thesari. Shiko, Berisha politika e ngriti shpërtheu më një herë pa marrë vesh
Çka kishte? Sa është vjedh apo s'është vjedh herë. Ata e dinin. Dhe ju çfarë Kjo më bëri përshtypje. Dhe ju çfarë bën zoti Poçi? Atëherë u mblodhëm tek zyra e kryeministit asaj kohe. Te Maj. Bashkë me, jo, ishte Meta. Ishte Meta kryeminist, po. I kishte ikur Maj. Bashkë me guvernatorin e bankës dhe shqyrtuan problemin. Cili është ai? Dhe gjëja e parë që vendosën Po? është me qenë se kishe shumë zhurmë në parlament. Filluan bilet sulmojnë dhe Metën. E ka vjedh Meta. Atëherë vendosëm edhe ngritëm komisionin. Ishte kishte një përfaqësues ministria e rendit dhe një përfaqësues në zëvendës guvernatori i bankës. Po? De facto ato ishin pronarët e kësaj. Ne s'dinim as sa ka marrëna, as sa ka jashtë. Dhe i hapët me kod. Dhe shkuam atje me hap me kod. U futut i brenda? Unë nuk hyra, kam hyrë më vonë pastaj. Po hapja u bëm nga Dhe komision. çfarë para ata? Dera parë u hap, Po? pas saj vinte një derë tjetër, E dytë? dhe aty midis dy dyrëve u gjet edhe dorë e kputme. Çfarë thua? Po. Do njeriu. Dorë njeriu e kputur. E kputur? Po, Që do të thotë që që kishte tentuar dikush? atëre na Dhe- tregu dhe kishte lënë dorën aty? Na treguan dhe historikun që Ua. ky vend Po? ishte sulmuar në kohën e ngjarjeve të Në feshtatës. natëstatës. I gjithë sektori apo i gjithë Si ishte sulmuar? Nga godina kush? nga njerëz që kishin ardhur aty fshatar, qytetar, kishin ardhur aty dhe kishin plaçkitur se aty ka qenë parashiku komanda në kohë lufte e udhëheqjes Komunizëm. komunizmit. Do vinte edhe udhëheqja, kishte edhe spital Do brenda. thonë dhe kjo e dorës ishte e asaj? Kishte edhe spital brenda. Po, kishte edhe spital. Nuk e di tash kjo dorës se çfarë date. Po kjo kishte edhe spital brenda dhe ata erdhën plaçkitëm. Morën dhe aparaturat mjekësore aty, që kishin pru kinezët gjithë komplet. Po jo, po nga futun ata, zoti Poçi? Kjo nuk ishte lidhje hyrja në këtë, domethënë në godinën kryesore, nuk ishte lidhje e cila zhvillohej e gjitha brenda në mal. Po? Tuneli ishte tjetër. Kishte një hyrje tjetër. Nga e kishte hyrë? Po aty po kishte një hyrje tjetër. Nuk hyheshe në ballë, po hyheshe në një tunel tjetër, E ishte hyrë nga një hyrje tjetër ata? një tunel tjetër, po. Do thonë, jo nga e arimit? Jo, ishte hyrje tjetër. Po mi pse ajo nuk e kishte Ishte të njëjtën? tuneli veçantë ky. Po pse nuk kishte edhe ajo të njëjtën dyrë me Kush ajo? ajo hyrja tjetër? Pra, hyrja për në tunel ishte me ato 3 dyrë. Po. Unë nuk e di se kush I kishte vendosur. Në kohën e Partisë Punës, se atje s'kishte Florin atë kohë. Në kohën e Partisë E Punës. pra ata si ishin bërë për Floririn. Pra, kur kanë ardhur Thesari prandaj, Po, shteti asaj kohe i ka vendosur aty. kanë vendosur në këtë, kanë gjetur të arsyeshme, aty ishin 2 dhoma. Atëherë nga ishin futur, nga mos ishin ato të ajrimit nga lart? Tani në hyrjen që bëm atje, po shikoni me kupton ti, ishte bërë një inventar në kohën e pa filluar hetimet, na thanë që ishte bërë një inventar në kohën kur detyrën e ministrit e mori Neritan Ceka. Po, që në feshtat. Ai kishte kërkuar të bëhet kjo, brenda normave, normal, edhe kishin shkuar atje dhe kishin bërë një inventar, e kishin firmos zëvendës guvernatori bashkë. Mirë, ata e kishin krahasuar me inventarin Unë më parë. kërkova inventarin e pashëm dhe nuk u gjet. Ata bën, me sa duket kanë bërë gjendjen. Po jo krahasimin. Ja. Apo aty nëse s'kan bërë krahasimin, ata s'kan bërë asgjë, pse? Ata nuk e di. Unë po them se si është situata. Pra, filloi një ashtu që me thënë të drejtën neve u angazhuam thjesht në hetimin e çështjes, ngritëm u ngrit një grup I përbashkët me prokurorinë, Po dhe gjetët? e mori një prokuror ushtarak dhe hetimet mas hikjes time u ndërpren. Do edhe një foton para. Tani sa vetëm u arrestuan zoti Poçi? Ne arrestuam në kohën time arrestuam një personin, jo s'është asnjë. Jo, këta janë prokurorët që po numërojnë monedat. Neve filluam hetimet, caktuam një grup. Jo, sa u arrestuan? 7 veta? Po, gati 7 veta. Çfarë ishin gjithë banorë të fshatit? Jo, një pjesë ishin po banorë fshat, po një pjesë nuk ishin më në fshat, ishin Po çfarë ishte një kolonel? kolonel ishte njeriu që përgjigjesh pra pika e kontaktit pika e Ministrisë Brendshme. Ai ishte I përzierë në këtë apo thjesht si përgjegjës? Shiko, ai rezultoi domethënë arrestimi I tij, po me sa duket edhe nxituar sepse Nxitor. më vonë ai u lirua. Tani një pyetje kam. Sa moneda gjetët? Nuk e di. Po jo, të Nuk e konsiderueshme? di fare. Son konsiderueshme ishin shumë.
Shumë, po ku i kishin në shtëpi fshatarët? Kur sa u gjetën kështu? Po. U gjetën shumë pak. Po sa? Deri në Elbasan, deri në Shkodër kishin Elbasan, po. Po çai çojnë për t'i këmbyer? Me sa duket, nuk jam mbant aty. Ata nxirrsin një tjetër dhe ata na thanë pastaj që këtu kisha ardhur në kohën e Trazirëve, kisha ardhur një mikrobus, një furgon me punonjës të Shikut. Të Shikut kohës Berishës? Po, ata kishin hyrë atje brenda. Po i bie përpara në feshtatës? Po, po. Përpara në feshtatës? Po, në kohën e 97-s, pra Trazirat u bën në 97. Po mirë, po identiteti i atij personit, u gjetej personi që ishte me një dorë, që kishte lënë dorën aty? Nuk u gjetën një herë? Ja. Asnjëherë? Po si ka mundësi, çfarë jetimi pas kanë bërë pasaj aty? Sa di? Tani, për ju u mbyll kjo çështje dhe nuk u zbardh? Nuk u zbardh. Nuk u zbardhur, Ja. Dhe sot kjo çështje nuk është e zbardhur. Ja. Ky që nga skandal i madh, sot e poç. Wow. Po pse pasaj thoshin e ka marrë Ilir Meta, ata pas kanë marrë të tjerë? Unë të thash, unë nuk e di kush e ka marrë, edhe kur janë marrë, dhe sa herë janë marrë. Dhe sa herë, Siguri. Ua. Unë di këtë, të them që atje është vjedhur Thesari, sepse ekzistonin gjitha shenjat. Ata që kanë marrë Thesarin në kohën e Trazirëve kanë pas me vete edhe njerëz që i dinin kodet, qofse ka qenë minuar dhe në atë kohë do të ketë qenë, sepse, si thash, por mbasi këtë e mori në dorë Ministria e Rendit Publik, atje nuk ka pas ndërhyrje me dhunë, ose pa dhunë, ndërhyrje tjera për të do të shmarrë vetëm në atë kohë, thoni.